Në një shtëpi pleq troket dera dhe del plaka. Kush është? Hape, jam vdekja, kam ardhur të marr njërin nga ju të dy. Në këtë moment, plaka i thot plakut. Është vdekja, ka ardhur të na marr njërin nga ne, por po shkoj unë, se s'ri dot pa ty. Jo, do shkoj unë, i thot plaku, jo, unë, i thot plaka. Kështu zihen me njëri tjetrin, ndërkohë vdekja, pas derës që po i dëgjonte, i thot. Dëgjoni, vendosni ju kush do vi me mua, se unë do vi më vonë. Pasi ikën vdekja, plaku dhe plaka fillojnë e diskutojnë prapë se kush do të shkojë dhe se cili donte të sakrifikohej. Plaku i thot. E di ç'ke ti, plake, unë po iki një orë në kafe për t'u kthjelluar pak. Del plaku nga shtëpia dhe merr rrugën për në lokal. Ndërkohë, rrugës, kujtohet se s'kishte marrë lek me vete dhe kthehet para shtëpisë. Kur vjen te dera, i kujtohet t'i bëjë një lojë plakes dhe troket te dera. Kush është? Pyet plaka. Hape, se jam vdekja, erdha prapë. E kete lokali përballë, tani sa doli.